Qielli i Gazës u tymos, derisa sulmet izraelite godetën tokën e Gazës. Por këto nuk ndalën vendasit të vrapojnë për bukën e gojës. Qysh në orët e hershme të mëngjesit, dikush këmbë e dikush me karrocë, erdhi për të marrë ndihmat humanitare nga një fondacion i ri i Izraelit, i mbështetur nga Amerika. Por shumë prej tyre u kthyen duar bosh. Nuk kam pasur miell për më shumë se një javë. Shkova të merrja ushqim për fëmijët e mi dhe u ktheva me asgjë. Çfarë do të bëj? Edhe pse pati forca sigurie, dikush tha se i pa tregtarët teksa grabisnin pakot ushqimore. U nisa në orën 6 të mëngjesit sepse fëmijët e mi ishin të uritur dhe mora kartën time të identitetit. Betohem në Zotin e plotfuqishëm. Pash makina që mbanin rreth 50 kuti ndihmash. Nuk ishin njerëzit ata që vallën, tregtarët ishin hajdutët. Duket se izraelitët kishin rënë dakord me tregtarët për ta bërë këtë. OKB-ja dhe organizata të tjera humanitare e kanë refuzuar sistemin e ri të ndihmës, duke thënë se nuk do të jenë në gjendje të ushqejnë 2.3 milion banor të Gazës dhe se i lejon Izraelit të përdorë ushqimin për të kontrolluar popullsinë.